Do you know Milo, the friendly little bunny? Milo, Milo, do you know Milo? He's clever and he's funny. He and his friends are nice to each other. He listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Ej, shok, po gati për nisje. Ej, që po bëni kështu të dashur fëmi, pse nuk dilni të lozni jashtë? Na pëlqen të qëndrojmë në tendën tonë. A të pëlqen? Ups! Jo, keq. Ama, po të dilni në bord, mund të ndërtojmë një kasole të vërtet. Ura! Kanë mbetur dhe ca terrasa. Rini këtu, se shkoj i marun. Jo. Hajde pra, le të vazhdojmë punën. Vëre këtu këtë goshtën. Hej, prit pak, ta tregoj unë. Shiko se si bëhet. Këtë do ta shohim. Ndal! Keni kujdes, fëmi, se keni për të vrarë gishtat. Pa shikoni se që sola, disa bojëra që ta bëni sa më të bukur kasolën tuaj. Do ta bëjmë ngjyra. Unë doa fuqën e madhe. Mua më erdhi një ide. Shiko këtu. Do vizatoj diçka të veçantë. Të lumt, Milo. Më shiko mua tani. Hëna është ajo? Jo. Jo keqë? Ka dalë shumë bukur. Po. Pa shikoni se që kam sjellë fëmi? Ore ndi për kasolën tonë. Faleminderit, mami. Po fillon të ersohet. Le ti ndezim dritat më mirë. Ja, vareni ku t'ju pëlqej juve. Tani, unë do të filloj të numëroj deri në 3 dhe pastaj do t'i ndezim të gjitha dritat. 1, 2, 3. Pse s'ham darë këtu të gjithë bashkë për të festuar ndërtimin e kasolës? Sa e mirë ishte. Më duket se ka ardhur ora e gjumit. Babi, ne duam të flem këtu. Në fakt unë... Doni të rini këtu tërnatën? Vetëm fare? Nuk keni frikë? Jo. Dakor, tani u vendos. Ju të dy mund ta kaloni natën këtu. Faleminderit. Natën e mirë! Natën e mirë. A e dëgjove atë? Kam pak frik, Milo. Edhe unë kam shumë frikë. Fëmi, ju ka zënë gjumi? Jo, hyr brenda. Keni haruar të lani dhëmbët. Oh, po, harruam fare t'i lanim dhëmbët Judita. Po, ke të drejtë. Dhe tani ne duhet të shkoj patjetër brenda t'i lajm. Mirë pra, hajde tani.
do you know Milo, the friendly little bunny? Milo, Milo, do you know Milo? He's clever and he's funny. He and his friends are nice to each other. He listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be when he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo, the friendly little bunny? Hyr! Mirdita! Mirdita! Dëshironi të blini një lodër? Po, them se po. Çfarë mund të blej në dyqanin tuaj? Të gjitha këto. Vijoni zonjë, zgjidhni diçka. As më duen kafshë prej pellushi. Po këto, si ju duken? A keni ndonjë gjë më të lezetshme, zotëri? Një top ndoshta. E po ua tregova të gjitha zonjush, veç këto kam. Oh, prisni, mos lëvizni, tani kthehem. Këtë jo, këtë jo, këtë jo, këtë jo. Aha, në rregull, këtë po. Çfarë është? Wow, karamele! Mund të hyni? Ç'kemi? Oh, jo, o zoti madh. Shiko që rëmuj pas keni bërë këtu. S'është kush e di çfarë. Ke të drejtë, Milo. S'është kush e di se çfarë. Sidoqoftë ti duhet ta pastrosh dhomën tënde. Por ç'vlerë ka pastrimi i dhomës? Kështu s'do t'i shkelësh më lodrat e tua, pastaj të ndihmon t'i gjesh më lehtë. Hajde pra, po të ndihmoj të pastrosh. Ja pra, kaq është e gjitha. Kush do ta provoj? Unë! Unë do filloj e para. Fitova! Radha ime! Po! E po të lumt, Milo. Jo, Milo, nuk mund t'i flakësh të gjitha ashtu. Vërtet? Po, por le të bëjmë një lojë të vogël. Mbyllini pak syt? Ha pra, mbyllini syt. Në rregull, loja jon quhet gjetje e gjërave vetëm duke i prekur. Është gjiraf. Jo, prit, është aeroplan. E gjete, një pikë për Milon. Në rregull, vëre në kuti. Tani e ke radhën ti, Judita. E gjeta, një çantë me zare. Një pikë për Juditën. Në rregull, tani uluni këmbadorazi. Le të vazhdojmë lojën. Është një raket ping-pongu. Shiko, e gjeta, mami. Oh, sa mirë. Rara ime. Ë? Kjo është Dilbi. E saktë, Judita. Radha jote, Milo. Një dinosaur. Të lumt. Vëre në vend tani. Një Milo. Ju lumt, fëmi, dhoma u pastrua komplet. Bët një punë shumë të mirë. Faleminderit, ma. Më duket se ka mbetur diçka atje poshtë. O, shkëlqyeshëm, është kaseta ime. Kujtoja se e kisha humbur. E shikoni, fëmi, ja përse është mirë ta bësh pastrimin. Mund të gjeni gjëra që kujtoni se i kishit humbur. Ejani të kërcejmë. Në rregull. La 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 la.
to each other. He listens to his father and he listens to his mother. He's curious as can be and he plays with you and me. Milo is our friend. Milo! Milo, Milo, do you know Milo? The friendly little bunny. Shumë bukur. I mblodha të gjitha lodrat e tua. Po i çoj lart në Papa Fingo. Oh, jo në Papa Fingo. Do frikësojnë kur të jenë aty vetëm. A i di, Papa Fingoja është një vend shumë i këndshëm. Kukullat do të ndjehen shumë mirë atje. Një vend shumë i këndshëm. Atë pse s'ma lini të shkoj atje sipër? Sepse është shumë rëmuj dhe ka shumë plur atje. Por, nëse premton se do jesh i kujdesshëm, mund të ngjitemi bashkë sipër. Vërtet e ke? Wow! Ata fare! Oh! Huh? Bëj kujdes, Milo. Pshy! Mos u vrave zemër? Jo, mirë ja, mami. E dija këtë, ky ishte një kur që unë mos të gjia thesarin tim. O, zoti mat, çfarë imagjinati Unë jam që ke. eksplorator i famshëm. Në rregull, Milo. Vetëm më premtoj që do të jesh më i Të kujdesshëm. premtoj. Wow! Ania kosmike kapiteni Johnny Rufeja. Ai që nga brenda në të, ata fare. E kujt mund të jetë ball? Me siguri është imja. Nuk më duket ashtu. Mami, a mund ta zbres për Johnny Rufe dhe anien e ti? Në qoftë se ke qef, por vetëm prit të pastroj pak. Ja pra, duket si i ri. E Johnny Rufeja, shikoj pak anien tënde. Duket si e re, fringo fare. Të një djeta të gjithve. Ç'kemi, babi? Oh, ania ime kozmike e kapiteni Johnny Rufeja. Pra që nga e jotja. Sigurisht që po. Po pyesja veten se kujt mund t'i ishte. Por, babi, kjo është një lodër. Baballarët sikur nuk losin me lodra. Prit, më lër të tregoj diçka, Milo. Ne jemi në këtë fotografi? Po, edhe këtu. Hidhi një sy kësaj. Që nga fotografia ime, me anije kozmike. Të thash që kjo ishte imja? Nuk je ti në atë fotografi, Milo. Atje jam unë. Po ti nuk je vogëlush, ti je babushi im. Milo, të gjithë baballarët kanë qenë të vegjël dikur. Edhe mamat gjithashtu. Mirë atëherë. Po ti banja shumë e mua. Po, natyrisht, sepse jemi nga e njëjta familje. Fëmijët u ngjajnë gjithë një prindërve të tyre. Pra, edhe ti ke qenë i vogël si unë dikur e ke lozur me anije kozmike. Sigurisht. Madje do të m'pëlqente të luaj edhe në këtë moshë me të. A je gati? Unë jam Johnny Rufeja. Ti mund të bësh shoku i A tij. qeshni pak ju të dy? Do jetë një foto e bukur. Mund ta vëm foton në re pranë asaj të vjetrës. Shikoje pak këtë. Ba? Shiko se ngjajmë.